Porosit kanë qenë pak më shumë se sa Zagari Lepuj. Unë jam drejtuar Kristianit. Edhe për Kasnecët, edhe për Laket, edhe për Zagar. Ky ditë, para fushatës, unë kam dërguar një ri te Kristian Mickovski. Dhe i kam thënë, zotni, mos u merrni me dezinformata. Mos u merrni me njerëz që shpifin kundër ne shqiptarëve. Ish një dorë se nuk është në të mirë të shtetit. Çka ka bërë? Kristianit i them. Ish dorë nga këto zagarët që të bien informacione. Dhe ky duhet të prononcohet Kristiani për informacionet. A janë të besueshme? Nëse nuk janë të besueshme, pse po i shpërndan te komuniteti ndërkombëtar? Kasnecët janë tanë që i binë Lodrës se Pashaj do e varë në litar Qershistopullin. Qa thot para dite e Kristiani, mas dite e thonë këta tanë të Vlenit. Ja kejt, i rrinë gati Kristian Mickovskit, si në ato borët e hershme, dikush pardesyn, dikush kopin t'ja mbaj obortarit. Dhe zot, këto janë sjellje, me pak fjalë, unë i kom thu shumë porosi Kristian Mickovskit që të heqin dorë nga këto veprime, me vazal.